Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të nderuar, motër të respektuara, vëllai i dashur Osmanal, me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, me mirësinë e tij, arritëm në fund të këtij kursi të tajwidit. Çdo gjë që ka fillim, natyrisht në këtë botë ka dhe mbarim, përveç Allahut subhanahu wa taala, ai nuk ka as fillim as mbarim. Na e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala përzemërsisht që na dha këtë nder, na mundsoi të merremi me këtë shpjegim të kësaj shkence kaq të bukur, e cila na mundson me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ashtu qysh i është shpall pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë muslimani duhet ta ketë gjithmonë parasysh se kur e reciton Kur'anin me tajwid, me rregullat e tajwidit, duhet ta ketë parasysh apo ta kujtoj faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka recituar kështu, e para tij ja ka transmetuar Xhibril alayhis salam, e Xhibril alayhis salam e ka marrë prej Allahut subhanahu wa taala, ka dëgjuar prej Allahut subhanahu wa taala. E çfarë nderi, e çfarë privilegji është për neve që të marrëme me lexim të Kur'anit, të marrëme me një shkencë e cila na mëson të perfeksionojmë leximin e Kur'anit. Duhet të kemi parasysh se tajwidi, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, nuk është thjesht një art i bukur, por se është një adhurim që na afron tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe momentet apo orët të cilat i shfrytëzoni në mësim të kësaj shkencës, këto duhet t'i shihni si adhurim me të cilin na afroni tek Allahu subhanahu wa taala, e cila pastaj ju mundson që ta lexoni Kur'anin në formën e kompletuar, në formën e përsosur, ashtu qysh Allahu subhanahu wa taala e ka shpall, ashtu qysh ja ka transmetuar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam sahabëve. Lut Allahun subhanahu wa taala që këtë udhtim të begatshëm që kemi pas ta pranoje, që ta bëje të begatshëm, edhe ju shikues të nderuar, nëse ju ka pëlqyer ky kurs, atëherë mos harroni të bëni dua për neve, që ta përhapni edhe të tjerët, ta shpërndani edhe të tjerët, në mënyrë që edhe tjerët të përfitojnë dhe dobia të përhapet sa më shumë. Ju inkurajojmë që këtë dije që keni marrë, që keni përfituar, mos ta lëni vetëm në aspektin teorik, por se ta shndroni edhe në aspektin praktik, do të thonë që ta zbatoni sa më shumë, që të lexoni sa më shumë, që Kur'ani tjetë një pjesë e pandashme, pasi që është edhe prej adhurimeve më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, që na sjellin më së shumti shpërblime. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an tha: "Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, ata të cilët e lexojnë apo e recitojnë Kur'anin, këtu natyrisht se recitimi i Kur'anit duhet të bëhet pa gabime. Duhet të bëhet sipas rregullave të cilët na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sipas rregullave të cilët duhet të lexohet Kur'ani famullar. Allah thot, ata të cilët e recitojnë Kur'anin dhe e falin namazin apo e ngrisin namazin, këtu ka ardhur, edhe në falin në formë të përkryer dhe japin nga ajo që i kemi furnizuar ata, qoftë në formë të fshehtë apo të hapur, këta kanë të drejtë të shpresojnë një tregti e cila nuk humb. E Allahu pastaj vazhdon: li yuwaffiyahum ujurahum, që Allahu azza t'ia plotësoje atyre shpërblimet dhe t'u shtoje nga dhuntia e tij. Me të vërtetë ai është falës, ai është falëndërues. Prandaj shikues të nderuar, në këtë kontekst ju këshilloj ta lexoni këtë libër, i cili flet për leximin e Kur'anit, për vlerën e leximit të Kur'anit, për dispozitat që lidhen me leximin e Kur'anit, për çështjet përkatëse që lidhen me leximin e Kur'anit, për dispozitat fiqhore që lidhen me Kur'anin famullar. Dhe ju këshillojmë që këtë kurs që keni ndëgjuar ta rishikoni prapë, nëse nuk keni kuptuar diçka, të rishikoni prapë shpjegimet në mënyrë që të kuptoni sa më mirë dhe ta zbatoni në lexim, do të thonë ta praktikoni me lexim dhe kështu të përmirësohet, do të thonë leximi juaj ngadalë, ama sigurt, me lejen e Allahut azza xal. Vllai i dashur Esmerald, falenderoj që ke marrë pjesë në këtë kurs. Shpresoj që ky kurs të kenë qenë i qartë dhe i kuptueshëm. A ke diçka për të thënë, për të ndarë me neve, si në fund, si përmbyllje e këtij kursi, apo një mesazh drejt shikuesve? Hoxha, Allah ju shpëlbeft edhe juve që isha pjesë e këtij kursi. Normalisht fillimisht falënderimi takon Allahut që më ka zgjedh që të jem unë prej nxënësve në këtë kurs. Edhe
ajo që vazhdimisht domethënë është që e kam pas në mendje gjatë këtij rrugëtimi është se lodhja shkon dhe harrohet dhe në fund mbetet vetëm shpërblimi i Allahut. Alhamdulillah. Allahu të shpërblet për këto fjalë të bukura. Allahu të rujt dhe edhe ty Allahu të mundsoft me përfitu sa më shumë nga ky kurs që ta implementosh dhe ta perfeksionosh dhe ju shikues të nderuar, mos harroni që edhe një herë ta zbatoni sepse dija pa zbatim nuk ka vlerë, nuk ka dobi. Si tek çdo adhurim tjetër, nëse vetëm se e mësojmë nga aspekti teorik dhe nuk e praktikojmë, ajo nuk na sjell dobi. Prandaj me lexim dhe me përsëritje, kështu arritni shkallët e përmirësimit dhe ngriteni në shkallët e gradat e përmirësimit dhe perfeksionimit të leximit të Kuranit famullar, e cila edhe një herë leximi i Kuranit famullar është prej veprave më të dashura tek Allah subhanahu wa taala, është prej veprave që më të vlefshme që i ka shqiptu gjuha dhe që na sjellin më së shumti shpërblime. Është një burim shumë i thellë i veprave të mira dhe padyshim se kur dalim para Allahut azza wa xal, kena me qenë shumë të gëzuarshëm dhe të lumtur për çdo harf, për çdo germ që kemi lexuar. Na e dim se çdo germ, çdo harf që e lexojmë kemi nga 10 shpërblime, nga 10 vepra të mira që na ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allahun subhanahu wa taala që bekoje juve, që dhuroje çdo të mirë dhe mos na harroni në lutje. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi dhe lavdërimi në fund i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, i cili është i vetmi që na ka mundsu, që na ka lehtësu, që na ka inspiru dhe që na ka dhënë forcën edhe mundësinë për ta zhvillu këtë kurs në shkencën e bukur të tajwidit, në shkencën e dashur të tajwidit. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.